Pas muajsh tensionesh dhe përplasjesh mes aksionerëve të përfshirë në projektin aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, situata në kantier duket se është qetësuar. Megjithatë, pavarësisht zhvillimeve të fundit ligjore dhe rikthimit të stabilitetit në administrimin e projektit, punimet në terren vijojnë me ritme të ngadalta, duke bërë realitet dyshimet se aeroporti nuk do të jetë funksional brenda këtij viti. Një nga çështjet që ka mbajtur penge ecurinë normale të investimit ka qenë konflikti mes aksionerëve të kompanisë koncesionare. Vetëm pak ditë më parë, gjykata e lartë rrëzoi kërkesën e biznesmenit Valon Ademi dhe kompanisë së tij lidhur me administrimin e aeroportit të Vlorës. Ky vendim i hap rrugë rikthimit në projekt të kompanisë së drejtuar nga biznesmeni kosovar Bexhet Pacolli, e cila konsiderohet një nga palët kryesore në realizimin e investimit. Vendimi i gjykatës u prit si një hap drejt zgjidhjes së mosmarrveshjeve që prej muajsh kishin krijuar paqartësi mbi drejtimin dhe menaxhimin e projektit. Megjithatë, në praktik, situata nuk duket se ka ndryshuar ndjeshëm. Sipas burimeve pranë kantierit të siguruara nga televizioni 6+ në Vlora këtë të njëjtë, kompania e lidhur me Pacollin ende nuk ka rifilluar aktivitetin e saj në terren, ndërsa punimet vazhdojnë të kryen vetëm nga një kompani që lidhet me Valon Ademin. Në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës duket se ka rënë qetësia pas përplasjeve dhe debateve të kohëve të fundit. E megjithatë, ritmet janë shumë të ngadalta, për të mos thënë nuk po punohet. Nga informacionet brenda kantierit mësohet se vetëm një kompani është duke punuar aktualisht edhe ajo me ritme shumë të ulta, çka do të thotë se aeroporti ndërkombëtar i Vlorës patjetër që nuk do të hapet për këtë sezon veror, dhe kjo është tashmë botërisht e ditur dhe konfirmuar edhe më herët nga televizioni 6+ një Vlora. Por edhe nga vëzhgimi që po realizojmë gjatë kësaj të enjteje, pavarësisht se ka rënë qetësia dhe nuk ka më debate dhe përplasje, punimet duket se kanë mbetur në vend numëro. Përplasja ligjore mes palëve kishte sjellë jo vetëm procese gjyqësore, por edhe tensione të drejtpërdrejta në kantierin e ndërtimit. Në disa raste u raportuan edhe përplasje mes punonjësve të kompanisë së Pacollit dhe përfaqësuesve të kompanisë së Ademit, duke krijuar një situatë të pazakontë për një nga projektet më të mëdha infrastrukturore të vendit. Këto konflikte ndikuan edhe në ritmin e punimeve. Edhe pse tashmë betejë ligjore duket se po shkon drejt mbylljes, efektet e saj vijojnë të ndihen në terren. Nga vëzhgimi realizuar këtë të njëjtë nga televizioni 6+ një Vlora, rezulton se kantieri nuk paraqet intensitetin e punës që pritej në fazën e projektit. Ndërkohë, pritshmëritë që aeroporti ndërkombëtar i Vlorës të nisë operimin gjatë vitit 2026 tashmë nuk ekzistojnë më, si kundërmerët e ka paralajmëruar edhe televizioni 6+ një Vlora. Aeroporti i Vlorës pritet të shërbejë si një portë e rehyrëse për turistët dhe investitorët, duke ndikuar drejt për drejt në ekonominë e rajonit të Vlorës dhe në zhvillimin e sektorit të turizmit. Megjithatë, për të arritur këtë objektiv, nevojitet që situata mes aksionerëve të stabilizohet plotësisht dhe të gjitha kompanitë e përfshira të rikthehen normalisht në procesin e ndërtimit. Deri atë, ritmet aktuale të punës mbeten larg pritshmërive për një projekt të këtyre përmasave. Mbetet për të parë se cilat do të jenë zhvillimet e ardhshme në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, si në aspektin e administrimit të projektit, ashtu edhe në ecurinë e punimeve, ndërsa sytë të opinionit publik dhe të biznesit mbeten të drejtuara nga një investim që konsiderohet kyç për të ardhmen e turizmit dhe transportit ajror në jug të vendit.